fëmijat edhe besoj të aleancës, po të opozitës është që të fillon me punë pra seanca, që i bjen edhe të deputetët të japin betimin, të kalojmë këto etapat në proces, nuk ka arsye me mbet pra e bllokuar seanca edhe me u vonu prap. Që i bie do ta votoni apo? Qëllimi është i opozitës mos me pengue që në përpara të konstruimit seancës. Edhe nëse janë të kurti të gjithë brenda aty si tash për detaje mos bëmë në zëdhem si këtë neve i opozitës që ndimi do të jetë i përbashkët, po besoj që do të mbështeshim veçën përpara. Zotëria Haradinaj në fakt Avizhiku dhe Krasniqi këtu pak më parë thanë që nëse nuk ka ndryshime në raport, ata nuk do të votojnë. Megjithatë nuk janë kundër bllokimit, po nuk ka pro raporti që ka qenë i pari në seancë. Tash mos bëjmë kështu shpjegime tjera procedurale, unë nuk jam edhe më i miri në procedura, po ai raporti atëhershëm nuk vlen më, se është i anuluar edhe komisioni duhet me rifillu për çdo procedurën, besoj. E pastaj ka me u kërkue mbështetja me vot edhe do të votohet. Pas muj me siguru që opozita do të voton, po ekziston mundësia që opozita me shtyp përpara procesit. Zotëria Haradinaj, keni diskutuar me Fatmir Limaj, ne kemi pyetur në fakt që nga e marta nëse ka një koalicion edhe vendosin, nuk na ka dhënë në fakt një përgjigje, por të martën ka thënë që ka komunikuar me juve në bifejnë e kuventit. Më ka përshëndet, ashtu edhe për mirësjellje, kuptohet ja kom dhënë dorën, apo e pyet sa ka cigare, thash ja e kom lënë. Pra e kom lënë. Jo, se kem lënë, po ai na ka ikë në mënyrë më të turshme, që mundet me bë dikush. Keni nënshkruar marrëveshje me zotin Ademozën? Jo, s'kem nënshkruar, veç deputetët e pakicave janë mesharën të partitë shqiptare, është më mirë me u bashku shqiptarëve. Për shembull, çka është e keqe, Adem Hoxha, Adem edhe Hoxh, me u bashku një partije shqiptare. Është më mirë me shku të lista serbe. Edhe ndryshe thonë pse mirë atëre një serb. Me u bashku vetë vendosë, si zotin Nenad Rashić, e qenë ka kesh një pjesëtari, një pakice, me u bashku e partive shqiptare. Unë ju bëj thirrje gjithë deputetëve, e të komuniteteve, bashkëpunojnë me partitë shqiptare, me gjitha, e pra dhe ne jemi të hapur për ta. E që dallimi është se zotëri Hoxha ka qenë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Ndërsa Nenad Rashić është i lindur prej none e babëve serb. Edhe Adem Hoxha i ka fëmin shkojnë në shkollë shqip në prezent. Na mujmë tash me avlon listë serbe ose me çu këtë në Beograd edhe mujmë me afro këtej edhe kuptohet në funu me shqiptar. So është deputet i zgjedhur, ata që janë të zgjedhur në Kosovë, mbas ligjeve të Kosovës, respektojnë ligjet e Kosovës, ma mirë është me integru na. Pra, si do të fiton të Kosova, a ma shumë me shkue Ademi me listën serbe, apo me dikon shqiptar. Për kam vonu Rashiçi, ose Rakiçi, është ai tjetër. Të gjithë kanë vonu për kanë kandesh deri sot, edhe punojnë ende. Po nëse Adem Hoxha i bashkohet një grupi parlamentar që gjithë janë UÇK, a ma mirë knej, a me shku atje. E vetë një gjë është, po çka keq që s'ka punu me Kurtin kësaj here, nështë me bashku atje i shkon i mirë. I shkon serbi mirë si Ivanoviçi, që ka vrarë shqiptar e o bo Europi i Kurtit.